Duke u prezantuar si shok të djemve të tyre, mashtrues të ndryshëm manipulojnë pleqt në Detov duke u marrë para me premtimin se do t'u akthejnë pasi të kryen punë. Rastet e mashtrimit të kësaj natyre janë shtuar kohëve të fundit, ndërsa më tragjike është se të njëjtat regjistrohen në rajonin qendror të qytetit të Detovës, ku edhe frekuentimi është më i madh, por kryerësit e këtyre veprave veprojnë shpejt dhe pastaj largohen. Manipulatorët përdorin lloj-lloj metoda për të mashtruar pleqt, ndërsa më shpesh prezantohen si shok të djemve të tyre, kurse për fat të keq në këtë grac bien personat e moshuar. Vetëm brenda 10 ditëve janë shënuar 5 raste të këtilla të manipulimeve, ku përpasoj disa pleq pasi kishin marrë pensionin janë mashtruar dhe pasi kanë kuptuar se bëhet fjalë për gënjeshtar, rastin e kanë denoncuar në polici, por ka qenë vonë. Sipas të dhënave të drejtanishme, për rastet e fundit të mashtrimeve në rrugët e Detovës, akoma asnjë person nuk është arrestuar, ndërsa policia ka marrë masa shtesë për të zbuluar mashtruesit që veprojnë në rrugët e Detovës. Viktimat e manipulatorëve rrugor zakonisht u besojnë trillimeve të sajuara se njihen mirë familjarisht, kurse për këtë shërbim që u kryen, kur janë më ngushtë, u premtojnë edhe shpërblime. Në fakt, personat e moshuar bien në grack dhe u besojnë, kurse pas një kohe kur kthehen në shtëpi kuptojnë se janë mashtruar. Gjatë 5 muajve të kaluar të këtij viti janë regjistruar 10 raste të mashtrimeve, kurse 5 prej tyre kanë ndodhur brenda një jave, thot zëdhënësi i sektorit për punë të brendshme të Detovës, Marian Josifovski. Dukuria e këtille mashtrimeve ka qenë prezente edhe gjatë vitit të kaluar në Detov, ndërsa sipas të dhënave policore vetëm gjysma e rasteve janë ndriçuar, kurse pjesa tjetër nuk ka pasur epilog. Në grack të rrenave të sajuara, njësi vitin e kaluar edhe këtë vit janë personat e vetmuar dhe ata të moshës së shtyr, kryesisht pensionist. Mashtruesit e rrugëve të Detovës në mënyrë të shkatht kanë arritur që të bindin këta pleq se u nevojiten para për spital, për pagesë të borxhit apo forma të ndryshme, ndërsa që t'jenë më bindës në rrëfimet e tyre, ata pleqve u kanë lënë ndonjë send si ombrell, ndonjë qese prej plastike si shenjë se do të kthehen. Këtë vit kanë ndryshuar format e veprimit të mashtruesve, nga si manipulimi ndodh në pjesën qendrore të qytetit dhe cak janë personat e moshuar të viseve rurale, të cilët vinë në qytet për të paguar faturat e rrymës elektrike, telefonave dhe të tjera, dhe me vete kanë sasi të konsiderueshme të hollave.